Jemi rikthyer të dashur miq dhe do t'ju kujtoja një kështu ashtu popullore që thotë më mirë qen mik apo një mik qen, çfarë mendoni për to që po e them? Është një shprehje urtë popullore, shumë e thellë, shumë e bukur. Dhe jemi rikthyer përsëri në emisionin Kush do të bëhet miliarder me Manen. Pra me mua Manushin, pra dhe pyetja e përgjigjes është se çfarë ka ngelur akoma pa u vjedhur në Shqipëri. Presim në Fernandë Raza, më mama? Alo. Mane. Alo, kush e di? Oj, do ta bëjmë atë rrugën e Saran Trapojella, atë që tham. Cilën rrugë? Oj ti, a kena folë Saran Trapoj që të bëjë 3 tunele mërën aty, gjona. I kerën gabi! Kush e ti edha? I kerën, ja Manushi. Manush, ti që je? Fuge! Shepi! Po që na regjistro të numrat shumë, Mane, ty shkruje Manushi, jo Mane! Djali! Po që ti Shepi? Djali! O, ti Manush! Jemi në transmetim direkt dhe kam një ofertë speciale për ju. Gjeni përgjigjen e pyetjes çfarë ka ngelur akoma pa u vjedhur në Shqipëri dhe bëheni fitues i jackpotit 2.000 milion euro nga emisioni Kush do bëhet miliarder me Mane. Po ç'është ky jackpot që vogël edhe, po nice, hajde të karikohen, ha. Hajde. Ç'e pyetje ka, ha? Fute. Po ta thash pyetjen. Po fute pra dhe herë, ha. Po ta thash pra, çfarë ka ngelur akoma pa u vjedhur në Shqipëri? Pa vjedhur në Shqipëri. Ska ke ato fondet e tërmetit atyre edhe të rinjërtimit. Madje s'u bën as shtëpit që u premtuan që do të bëshin. Që duhet, se si kanë bëu këto s'ka shtet tu edhe, këtu është, këtu është me iknotët. Vazhdojmë. S'ka shanse, këtu s'bëhet. Po ato fondet e i pardit. Ato janë bërë. Që më bëhet tu? Që në ato i kanë krefe? Janë bërë rrushe kumlla, po ja për bujqësinë. Që rrushe kumlla, po ato ishin për të bërë për fermat për këtë. Për ti ta kështë ditë që ishin për të bërë për rrushën e për kumlla, ishin tjetër gjë, po nese. Presim përgjigjet tuaj. Po kjo nafta e shpiragut, Allah. Nafta e shpiragut? Se ishte e mire, jo, thoshte kryeministri atë. Nuk doli fare në sipërfaqe. Si e s'doli, Allah. Erdhi kompania angleze amerikane që ishte dhe i ku me vrap. Mos e kanë vjetë që në tokë, Allah. Qa s'bën nga ki? Këtu s'ka, o, fuge! Po që, kush, si e këta që vjethin këshu, Allah, o, Manush, falj, këto incineratorët janë vjethe? Po, me ko, do thënë, nuk janë vjetë, po nuk u ndërtuan fare. Po këtu që ka po e që s'tuet ka lalla. Po që të bësh tashi? Po, taksirat se unë nuk kam më përgjigje tjetër, po që se gjenaj zgjidhje dhe më thënë se kush nuk është vjedh, ma boj mesazh mu numrin tim e ke aty. Po pse nuk pyet miku? Pse kam telefonat dhe miku ne? Pyet miku! Bjeri qik. Ku ti bje? Po mikët pre? Po bjeri vetë, se nuk i bje do të se jam televizor. Bjeri se bjeri, hajde. Alo! O, doktor. Ku je o të vinë? Që ke po? Si ka pa të sërë. Po telefonon mikun. Si ke qenë? Si ke fugën. Si ke po? Mirë, po ti? Mirë, përnit. Vëdet se po maron koha. Pujtë po maron koha, të kapim një lek. Po, e pse dhe ti morën telefon këtu e? Po, unë isha i pari mo zotri, si gjish mo, të rapo ju. Nuk e qetë do të si që... Jo, mo zotri, s'po qetë do... Po, që kena lënë pa vjetë me edhe? Nuk e di. Po, që, më kujtohu edhe? Unë jam një opozit, di gja unë. Të pysim liken. Apo e s'ka telefon, se është mburë. S'ka telefona i se u ba problem të rapo ju. Koha mbaroj! Po pyte, Manush! Po pyte, si bari koha? Jo, mbaroj do me thënë mund t'jep një përgjigjen tani. Aha, mirë. Pyte jela lierin, pyte. Mirë, se pyte, doktor, hajtë. Mirë po. Gjithë mirë. Mirë bashim. Ja ka mirë. Zuar, 2006, të rapo ju. Gjithë mirë. Fajnit. Mbaroj koha prapë. Nuk e di, përgjigje e... Sakt. Hamër, ma. Përgjigje e gabuar. Ju lum. E mbyllim telefonatën me telefonusin. Po që se shvjedh bërla. E po tashi qa të vesh tashi. Mirë, e mbyllim telefonatën me telefonusin dhe kalojmë një hapësirë publicitare.